të qendrës së votimit, ka patur quorum prej 4 antarësh, por quorumi nuk ka qenë i plot prej 7 antarësh. Vlen të theksohet që në momentin kur procesi i votimit është hapur, në të gjitha qendrat e votimit kanë qenë prezent vëzhgues të ndryshëm, o vëzhgues të partive politike, ose të vëzhgues të 5% të qendrave votimit. Kemi patur raportime që ka patur tensione në momentin dhe këto kanë shkaktuar dhe vonesat më së shumti, ndërmjet antarëve të komisioneve të qendrave votimit, pretendime për grumullime të njerëzve të cilët në atë moment nuk është dashur të jenë aty në ato qendra votimit. Ka ndërhyrë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pastaj situata është stabilizuar. Kemi një raportim që lidhet me personat me aftësi të kufizuar, janë rreth 21% të raste për të cilat ne kemi kërkuar informacion, të cilët këta persona nuk janë asistuar sipas procedurave të kodit zgjedhor. Pra, kur është dashur të votojë, ai protokolli që duhet të ndihmohet të asistohet nga votuesi i ratës, jo në të gjitha rastet është respektuar për këtë kategori personash. Pasi ka filluar procesi, kemi patur në 6% të qendrave votimit ndërprerje të procesit për arsye teknike, logjistike edhe të tilla të themi, por situata pasaj është stabilizuar me ndërhyrjen e inspektorëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe komunikimin që kemi patur me komisionerët e këtyre qendrave votimit. Kemi një raportim që në 5% të qendrave votimit kemi mos respektim të distancës prej 150 metrash nga qendra votimit të individëve të cilët ose janë ose shumti kanë përfunduar procesin e votimit, por vazhdojnë që qëndrojnë rreth e përqarë këtyre ambienteve. Ky është informacion në fakt i para 40 ca minutash i fundit. Përsa i përket identifikimit elektronik, në rezultojnë që janë vetëm 4 qendra votimi pa operator, ku nuk është paraqitur operatori, dhe këto kryesisht janë në zonën e Dropullit. Qendra votimit 432600, 432700, 432900, 433900. Janë 4 qendra votimi në të cilat identifikimi i zgjedhësve po bëhet manualisht. Qendra votimi 270100, qendra votimi 324500 dhe qendra votimit 186501. Në përgjithësi rezulton që te atyre problematikave të orës parë, ku tashmë jemi mësuar të gjithë me një ato debatet pa vlerë dhe pa asnjë lloj dobi ndërmjet komisionerëve, procesi mund të vlerësohet që ka filluar normalisht dhe është duke vijuar normalisht. Sikur se është bërë publike, ka një raportim për një rast ku pretendohet për presion dhe intimidim të zgjedhësve. Patëm disa raportime edhe nga stafi në terren, por edhe nga përfaqësues politik të dy krave të themi, pra disa partive politike, mbi prezencë të kandidatëve për deputet pranë qendrave të votimit, dikush edhe ndoshta në padjeni të këtij ndalimi ligjor ka dashur edhe të vëzhgojë procesin e votimit dhe për këtë arsye adresuam atë thirrje publike. Kandidatët për deputet nuk mund të jenë vëzhgues të procesit të votimit në qendrat e votimit. E kanë këtë të drejtë gjatë procesit të numërimit.
Për ati momenti nuk kemi raportime dhe pretendime në lidhje me këtë çështje. Përsa i përket votimit elektronik, në njësinë administrative numër 10 dhe në Bashkinë e Vorrës, raportimet që kemi marrë që prej orës 7 dhe deri pak minuta më parë, tregojnë që procesi aty është duke shkuar normalisht, nuk na është raportuar problem si për funksionalitetin e pajisjes, apo dhe probleme të tjera të cilat mund të afektojnë normalitetin e procesit votimit në këto 75 qendra votimi në total. 44 të Bashkisë Vorë dhe 31 të njësisë administrative numër 10. Këto janë pak a shumë informacionet paraprake, duke e përfunduar dhe me informacion që lidhet me pjesëmarrjen. Është 13.54%, por ju këto mund ta konsultoni në kohë reale. Mirë, faleminderit. Pyetje? Po. Greta Bullari, ABC News. Zoti Celibashi, ju folët për kandidatët dhe për thirrjen publike që ju i bët, por keni një numër se sa ka qenë numri i kandidatëve dhe cilave subjekte i përkasin këto kandidat? Do të mjaftoheni vetëm me thirrjen publike që bët, apo do të ketë edhe masa? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë ka të bëjë pikërisht me një kërkesë të Partisë Socialiste që kërkon shtyrjen e procesit të votimit në qarkun e Vlorës deri në orën 22. Ka një vendim lidhur me këtë? Faleminderit. Faleminderit. Mendoj që nuk do të ishte me në një dobi, sepse të gjitha këto raportime që vinë në lidhje me, e para kanë qenë mjaft raste sporadike, flitet për 4-5 raste në total të disa kandidatëve për deputet, edhe sidomos në këtë moment nuk besoj që do ishte shumë konstruktive që themi kandidati X force politike apo Y force politike janë njësoj në pikpamje të ligjit. Dhe për sa kohë që për ne janë me status kandidat, pak rëndësi ka se kë përfaqësojnë. Por sa kohë që situata duket drejt është zgjidhur, pra nuk kemi më problematika të raportuara, nuk mendoj që ka vend për ta riadresuar paktën për momentin. Me sa duket thirrja publike që kemi bërë ka rezonuar mirë tek gjithkush prej kandidatëve. Përsa i përket pyetjes Po vazhdon deklarimi i Ilirian Celibashit, i cili është udhëheqës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai po flet për procesin për ecurinë e zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Shqipërisë. Ndërkaq ne kemi bërë të ditur qysh në krye të herës se do të kemi gazetarë dhe ekipe gjithandej Shqipërisë. Sala Gashi është në Bajramcur dhe